Mirë se na erdhët një ministër. Në Kamës ju falenderoj, gjatë gjithë vitit kemi bashkëpunim me bashkinë dhe kjo si shkollë ne afërsisht mos gabojmë kemi janë 1530 nxënës dhe kryeministri e vlerëson në mënyrë të veçantë klasë shkollat profesionale. Në jetën e tyre kanë të sigurt të ardhmen dhe përngritur dhe të përshërbyer familjes së tyre. Gjithsesi pas e deloresha vetë detaj, kështu që ju falenderoj edhe një herë. Shkolla jonë është shkolla më e madhe në rang kombëtar, ofron 7 drejtime mësimore, hoteleri, turizëm, shërbime mjetësh transporti, bujqësi, agrobiznes, teknologji, informacioni dhe komunikimi dhe elektroteknik. Drejtimi mësimor TIK është drejtim mësimor që preferohet kryesisht nga meshkujt, por ne e kemi përmbys pak atë raportin vetëm meshkuj, kemi dhe disa vajza, por normalisht raste sporadike. Këta janë nxënës maturant. Mbyllen me profilin rrjetet të dhënash pilotgjisë. Do na flasësh pak, Flavia. Unë quhem Flavia Stuçi, jam 18 vjeçë dhe për herë të parë jam fokusuar tek informatika në moshën 12-13. Kërkova shumë shkolla profesionale në të gjithë zonën e Tiranës edhe gjeta shkollën profesionale Kamës. Vitin e parë kam qenë me profesorin Dritin. Thjesht dua t'i përshëndes dhe dua që t'i falenderoj shumë se profesori Driti dhe Zysh Xhemile janë dy ndër mësuesit më të mirë në shkollën tonë. Nuk kanë përtuar asnjëherë që na vinë afër, na i shpjegojnë gjërat. Suportin më të madh kemi pas nga ato të dy. Më pas kam vazhduar vitin e parë të dytin, në vitin e dytë fillova që bëja disa kurse veç, duke qenë se na kishin shpjeguar që mund të merremi me paketat e Cisco-s, me kurset e Cisco-s, edhe aty u fokusova më shumë. Kam bërë disa kurse aty, pres që të bëj edhe më shumë në të ardhmen, edhe të bëj edhe të marr edhe licenca gjithashtu, dhe më pas kam nisë punë. Punën e kenë gjetur nëpërmjet shkollës apo e ke gjetur vetë? E kam gjetur vetë, por me diturinë që më ka dhënë. Patjetër që me diturinë që më ka dhënë shkolla. Po dua të them se neve në programet e shkolla profesionale kryesisht kemi praktikat profesionale që janë të integruara në program. Kështu që thjesht për këtë të pyeta, ne praktikat na kanë nisur në vitin e tretë. Unë kam bërë praktikën në fintech. Po, në blog, mos gaboj. Aty ka qenë hera parë që jemi futur në praktikë, sepse ka qenë viti vetëm që mund bënim. Dhe aty e kam nisur, por punën e kam nisur edhe më parë. Kështu që ja kisha dijenin pjesës zyrës, punës dhe çdo gjë. Pra ke filluar të punosh në vitin e dytë. Po. Për ne është shumë e rëndësishme që në shkollat profesionale të tërheqim sa më shumë nxënës me aftësi, me dëshirë për të profilizuar sidomos në sektorin TIK. Ka qenë prioriteti ynë, do vazhdoj të jetë sepse janë punë që mirë paguhen. Pajisja e këtyre ambienteve me kompjutra tashmë bën që gjithë nxënësit e drejtimit mësimor TIK të kenë kushte optimale për zhvillimin e mësimit si në formimin teorik ashtu dhe praktik. Tashmë nga ky moment e tutje të gjithë nxënësit e TIK-ut, secili prej tyre do ketë postin e vet punës. Gjithsesi, arsyem se erdhëm sot këtu, nuk e kemi vetëm për të folur për shkollat profesionale, por e kemi edhe për të falendëruar Ministrinë e Brendshme, e cila na ka mundësuar një numër kompjuterash, po që besoj që Ministre dhe Drejtoresha do flasin vetë. Mua më vjen shumë mirë që Ministria e Punëve të Brendshme, së bashku me Agjencinë e Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, ka bërë të mundur që të ofrojë të gjithë bazën e nevojshme materiale për të pajisur 7 klasa në këtë shkollë, me kompjutera të fjalës fundit, do thoja unë, dhe sigurisht dhe me gjithë logjistikën e nevojshme, me qëllim që ju ta kryeni më së miri orarin mësimor këtu, po dhe patjetër edhe praktikën. Është një mundësi e jashtëzakonshme që na vjen në fakt në një formë tjetër. Do thoni ju ku i gjetëm ne këto kompjutera. Ka tashmë disa vite që ky model, që mund të duket simbolik, po që ka një vlerë shumë të madhe për ne, sepse bën një ndarje shumë të qartë nga e shkuara, me atë çka ne po sjellim sot. Po bëjmë të mundur në fakt që të gjithë pasuritë dhe asetet që janë vendosur në formë kriminale apo për shkak të korrupsionit, pra aktiviteteve të palishme, të mos gëzohen më nga ata që merren me aktivitetet palishme, me krim, me korrupsion, të mos gëzohen, të mos tjetërsohen, por as të mos trashëgohen te familjarët e tyre.
Të gjithë këto pasuri të gjeneruara nëpërmjet një aktivitetit palishëm tashmë po kthehen në dobi të komunitetit, në dobi të qytetarëve, të atyre që kanë më shumë nevojë dhe në dobi të shoqërisë. E them këtë sepse është shumë e rëndësishme të kuptohet në fakt që është një përpjekje që vjen bashkarisht, së bashku me institucionet. Ne kemi bërë një punë shumë të mirë edhe me institucionet ligjzbatuse, për shembull bashkëpunimi shumë pozitiv i Ministrisë Punëve të Brendshme me SPAK-un, me BKH-n, me prokurorit, na ka bërë të mundur që ne t'i marrim dhe t'i administrojmë në një mënyrë shumë të shpejtë, shumë efikase të gjithë këto pasuri të vendosura në mënyrë të palishme, dhe ndërkohë kemi hartuar dhe gjithë bazën e nevojshme ligjore, prandaj aktivitetet të tilla do vinë duke u shtuar, së bashku me agjencinë ne do të bëjmë më tej, do na dëgjoni që do të mundsojmë shumë më shumë aktivitetet të tilla, sepse tashmë baza ligjore është, ne do të mbështesim pushtetin vendor duke ofruar mundësi, hapësira edhe për strehim social, edhe për qendra sociale, qendra rezidenciale, për shërbime sociale, pra për shtresat më në nevojë, por sigurisht edhe për fëmijët dhe të rinjt, edhe prandaj edhe zgjodhëm shkollën profesionale këtu në Kamës, që është një model për nga mënyra se si funksionon në fakt, për ta mirë pajisur me qëllim që ju të vazhdoni dhe të aftësoheni akoma më shumë. Unë doja edhe ta jepja një mesazh të fortë për gjithë ata që zgjedhin të merren me aktivitete kriminale dhe që mendojnë se nëpërmjet tyre do të pasurohen. Tashmë nuk mund ta bëjnë këtë, përveç se do humbin lirinë e tyre, nuk do të i gëzojnë dot as pasuritë që ata vendosin në mënyrë të palishme, sepse ato të gjitha do t'i gëzojë komuniteti dhe shoqëria dhe të gjithë viktimat që preken, viktimat e dhunës, viktimat e krimit dhe të gjithë individët që preken nga aktivitetet të tilla kriminale. Unë jam shumë e kënaqur që e fillojmë pra këtë proces, këtë faqe të re, këtë mënyrë të re të operimit, ku ajo që konfiskohet nga asetet kriminale i shkon në publiku, fillon me një shkollë profesionale. Fokusi ynë, siç po thoja edhe më parë, është shkolla profesionale neve ti përmirësojmë, jo vetëm në drejtim të cilësisë së mësimdhënies dhe në drejtim të cilësisë të shkollimit edukativ, pra të programit edukativ të nxënësve, por edhe në drejtim të ambienteve, të pajisjeve, të laboratorëve, pasi në fundit pa laboratorët dhe pa pajisjet, sado i mirë të jetë edukimi, sado e mirë të jetë cilësia e mësuesve, nuk arrihet dot në rezultat. Ne do të jemi përqendruar në strukturat e mësimdhënies, në laboratorët, por edhe në konviktet, pasi ka shumë raste në të cilat një student, nxënës që mbarojnë 9-vjeçaren, që duan të ndjekin arsimin profesional, nuk kanë pranë tyre, pranë qendrave tyre të banimit, shkolla, sepse ne nuk mund të mbulojmë gjithë territorin e Shqipërisë, por do bëjmë të mundur që konviktet të jenë me kushte të jashtëzakonshme në mënyrë që të ketë një incentiv më shumë për të ndjekur arsimin profesional. IT-ja sot është çelësi i suksesit për çdo të ri dhe të re. Nuk ka asnjë institucion publik apo privat që mos ketë nevojë për një IT apo për disa IT brenda. Çdo gjë po shkon drejt automatizimit, drejt inovacionit, ndaj ne duhet të bëjmë të mundur që të kemi sa më shumë kapacitete që juve të aftësoheni. Dhe me mbarimin e shkollave profesionale, unë jam e bindur që juve punoni që tani, po jam e bindur që mbasi të merrni diplomën e përfundimit të shkollës profesionale, shumë prej jush nuk do të kenë as nevojë që të shkojnë të ndjekin studimet universitare, pasi punët që mund të gjeni me përfundimin e shkollës profesionale janë të mirë paguara dhe të ofrojnë mundësira që ti edhe nëpërmjet ndjekjeve të atyre kurseve që po thoje ti përpara, të rritësh aftësitë tua dhe të vazhdosh të rritesh në profesion. Tregu i punës ka ndryshuar, nuk është më ai që ka qenë përpara, ndaj unë me këto ambiente të reja, me këto instrumenta të reja me kompjuterat, ftoj të gjithë studentët ta shohin arsimin profesional, pasi është një zgjidhje që të garanton një jetë të denjë. Super. Perfekt. Po kjo gjëja këtu çfarë është për shembull? Okej, këto janë 3 krijime që janë bërë nga nxënës të shkollës tonë. Si fillim, kjo është një dritë me sensor, në momentin që hapet një derë, ose kalon dikush, tritan vizet. Dhe të gjitha këto, të treja krijimet janë programuar me gjuhën e programimit C++. Gjithashtu kemi dhe sistemin Smart Home, i cili në momentin që detekton zhurma ose duar trokitje, ndizet lampa LED, e kuqe kjo këtu. Dhe gjithashtu kemi një lojë, që është prapë edhe kjo me i sensor, dhe funksionon më shumë për të vendosur se cili do digjet nga loja. Dhe këto mund ta përdorësh në lojra shumë të ndryshme dhe me anë të sensorit lëshon një zhurmë dhe dallohet se kush
Këto janë të gjithë kompjuterat të rinj, çdo pajisje është e re, sepse në momentin që është bërë sekuestrimi kanë qenë të mbuluara në kuti, ne pjesën më të madhe kemi hapur në këto ambiente. Janë 136 tavolina, poste pune, janë përveç kësaj salle janë dhe 7 klasa të tjera. Janë 240 ekrane kompjuteri dhe karriget që janë për postet e punës. Nëse i referohemi vitit 2025, ku ne nëpërmjet pasurive dhe të ardhurave që konfiskuan nga aktivitetet palishme, shkuam deri tek 65 milion euro. Prandaj them që realisht do të vinë aktivitetet duke u zgjeruar dhe duke konsideruar që këto që u sekuestruan edhe u konfiskuan janë aktualisht përkthyera në plot 15 projekte sociale me cilat kemi mbështetur tashmë shërbime shumë të mira dhe ndërkohë mbi 20 institucione publike që kanë përfituar logjistik, hapësira, me qëllim që të ushtrojnë akoma më mirë aktivitetet e tyre dhe të funksionojnë më mirë. Shumë kënaqësi, shumë suksese të gjithëve. Edhe uroj shumë t'ju kemi frymëzuar pak sot.